kurtit dhe vetë vendosë. A besoni që mund shkoj? Me sa njo Fatmir Limën që pi para luftës e deri me sot, nuk besoj që Fatmir do ta bëj këtë. Nuk shkon Limaj me kurtin. Unë nuk besoj, ai ka treguar që do ta ketë një qeveri të gjarë, që mbrojtjet vendit, po kërkon natyrisht, secili kërkon për mbrojtjen e vendit, në rrethonat politike që jemi tash, të globalizmit, të riorganizimit global, natyrisht që kërkohet një organizim më i shpejt i veprimit. Po, unë nuk besoj që Fatmiri do të shkoj në koalicion me vetëvendosjen. Prandaj unë besoj që Fatmiri bashkë me Ramushin edhe me Lidhjen Demokratike dhe PDK do ta bëjnë qeverinë. Nuk shkon as Haradinaj, as Abdi Gjiku madje, se edhe Abdi Gjiku ose LDK-ja përmendet si opsionale për ta bërë këtë qeverinë stabile. I nderuar, deklarata e Albinit i ka larguar të gjithë. Nuk bëhet qeveri me hajbanat. Kur ti i thu qeveris, gjithë opozitës, 60% qytetarëve cilët kanë votu, qyrin këta hajbane, nuk kanë ndërgjegje të shkohet më në qeveri. Nuk kemi kafsh, kemi dignitet. Do të arrujmë dignitetin. Ashtu si e ka lyp, do të meritoj. Ne t'i gje kafshët në të banë. Votat tonët si ka. Ka deklaruar Bedri Hamza, ka deklaruar me emri kryetari i partisë, e kam deklaruar sa e sa herë votën time se ka. Edhe nuk do ta ketë. Mirë,